Tani çkush është problemi për mendimin tim, se gjyqi s'ka filluar dhe ne nuk mund të merremi dot me detajet e dosjes, do merremi seancë për seancë, pas çdo seance do fillojmë të merremi. Problemi është kjo që përmendi Batoni dhe që është thelbi i gjithgjës, është perceptimi. Pra perceptimi i publikut. Ne sot jemi në 36 vjet tranzicion, në 36 vjet nga rrezimi i komunizmit. Disa e quajnë tranzicioni ka mbaruar, disa e quajnë s'ka mbaruar, ne po e quajmë postkomunizëm 36 vjet. Në këtë 36 vjeçar, rezultatet janë minimale. Për mos janë të këqija, njerëzit janë pak kënaqur nga qeverisja në përgjithësi, nga klasa politike e cila është ende në pushtet. Nuk kemi qarkullim të elitave politike dhe nuk kemi një largim të klasës politike. Dhe sigurisht që për fatin e tyre, dhe kjo është e pastaj që buroi atë idenë e reformës në drejtësi që Rama e kapi shumë mirë, është fajtorja për gjithçka ka ndodhur, për gjithçka të keqe ka ndodhur në Shqipëri. Politikanët janë të korruptuar. Ilir Meta ka qenë kryeministër, ka qenë president, Monika Kryemari ka qenë njeri me pushtet, pavarësisht se nuk ishte pushtet i lishëm, po ishte një pushtet që buronte nga partia, nga parlamenti, por ishte një pushtet shumë i madh. Dhe perceptimi i publikut është që këta njerëz që kanë pas më shumë pushtet, këta njerëz kanë qenë më të korruptuarit. Apo jo? Qartë. Më shumë pushtet në Shqipëri ka pas Berisha, ka pas Nano, ka pas Meta, ka pas Edi Rama. Këta janë të katër kryesorë. Dhe sot ne jemi në një pasi reforma drejtësi filloi të veprojë, evidentoi, zgjodhi, sepse u bë selektive, kupton? Zgjodhi Ilir Metën, që ishte me një konsensus besoj 2 palësh në atë kohë. Shumë palësh, me thënë. 2 palësh edhe pse ata kishin dërguar do ta pjesën monitën. Jo se ishte ai për të lënë mender motin me shkruaj. Jo se ishte ai më i korruptuari, nëse them perceptimin publik, tani për perceptimin. Se është i korruptuar apo jo vendos gjykata, po në perceptimin publik. Zgjodhi Ilir Meta dhe por se ishte më i vogël. Ka i favor në këtë rast edhe. Ishte më pak i pushtetshëm. Demokratëve që peshë të madh tjetër nuk do merrej. Tani, kush është problemi? Problemi është jeta që kanë bërë politikanët shqiptarë në përgjithësi që bëjnë akoma, është jetë e cila në sytë e shqiptarëve tingëllon e pa justifikueshme, në perceptimin publik. Duket si një jetë shumë luksoze. Ja, po flasim shtëpia në plazh, shtëpia aty, shtëpi këtu, vila, gjëra, flasim, këto janë pjesë e perceptimit. Sa shtëpi kanë në plazh? Janë mbi 600.000 shtëpi, pra 600.000 shqiptar kanë shtëpi të dyta në plazh. Po, jo, po ta mbaroj unë, pastaj thuhet. Jo, flas perceptimi publik është ndërtuar mbi këtë. Sepse ne flasim në perceptim për këtë gjë Abileka, por ne nuk themi edhe perceptimin, që janë 600.000 apartamente në vijë bregdetare. Kush i ka bler këto 600.000? Shqiptarët pra shtëpi të dyta i kanë. Po diskutoj të kujt janë dhe sa. Ja, se janë se politikan 140 politikan ke? Por, se tani s'ka 140, jo. Flasim për një funksionar publik që është paguar ose ka menaxhuar parat publike, sigurisht që ndjeshmëria është shumë e lartë. Se një njeri që ka bërë parat me drogën dhe ka bërë jetën e vet ka rrezikuar, e kupton? Flasim marrëdhënia me biznesin. Të gjithë politikanët me pushtet në Shqipëri kanë flirtuar me biznesmenët më të mëdhenj nga. Atëherë sipas kësaj logjike i themi që shqiptarëve merruni me drogë se s'ka nuk quhesh i korrupt. Ne po flasim, ne po flasim jo për korrupsion. Jo vetëm korrupsioni, por këtu po flasim për korrupsion. Mi pra, po percepcioni pra, po percepcioni është nga është ndërtuar. Edhe nga politika është. Nëse politikanët rinë të Sheratonit dhe Rogneri me biznesmenët dhe gjithë ditën bën qef, hanë dhe dreka, sigurisht që perceptimi shqiptarëve do të pyet këta janë bashkë. Këta u bën diçka bashkë që na përjashton neve. Pra, ky është perceptimi po flas tani, po flas vetëm për perceptimin i cili nuk është vendim gjyqësor dhe juridik. Nuk është as mund mos jetë as e vërtet. Tjetra është pastaj selektimi, është që secili politikan zgjedh një grup biznesmenësh kur ka pushtetin dhe këta pasurohen me njerë. Siç ka ndodhur me Metën, siç ka ndodhur me Berishën, siç ka ndodhur me Ramën. Do në emër biznesmenit Metës, më vlla se i kam haruar. Po ata që blen birën Tirana, për shembull, të gjithë ishin biznesmenë të Ilir Metës. 11 biznesmenë. Mos i përmend gjithë. Po Elfani, po Ruan Bregasi, po gjithë ata që e blen. Tritago, po. Ta ishte edhe i tjetër një. Petrit ka qenë bashkëpunëtor i Ilir Metës, ka qenë në fakt te dogana. Po s'ka rëndësi. Gjithë ta, s'ka rëndësi, nuk po flas për Tritagon, se çdo njeri do të. Por, jo se ata bën gabim, nuk po them që ishte gabim shitja e birës Tirana dhe 11 biznesmen shqiptar. Por ajo është perceptimi i selektiviteti, pra që ti kur vjen pushtet zgjedh 11 biznesmen të tu
Dhe këta, që ishte dhe shefikat njëra më duket aty. E gjithë me pësëm. Pra të pësës. Dhe këta njerës janë privilegjuar. Dhe ky selektim krijon iden e marrëdhënie korruptive. E gjithë kjo pasqyrë tani, vjen momenti që bëhet reforma drejtësisë dhe duhet shkojë në gjykat. Dhe ka shkuar në gjykat një pjesë e saj, sigurisht selektive. Se në qoftë se SPAK-u do ishte interesuar, do fillonte nga ata që kanë pasur më shumë pushtet, jo nga ata që kanë pasur më pak pushtet. Por nuk ka rëndësi kjo. Shkon në gjykat. Në gjykat që kjo të bëhet të barë formë juridike dhe vendim për korrupsion, duhet këtë prova dhe fakte. Prova s'kan ata. Dhe për të arsye SPAK-u duhet ta bënte gjyshin të hapur. Që na tregonte ne që ai vërtet ka gjithë ky perceptim. Ka mbledhur këto fakte tona. Po nuk kanë prova. Dhe këta janë fajtorët dhe ky është faji që kanë bërë. Por më ai sa kemi lexuar ne nga dosja, unë kam lexuar 150.000 faqe të drejtën. Por ato që kanë dalë deri tani nga dosja, do të jenë tek këto 250 faqe të Monika. Ajo është, Ajo nuk na bin ne që kemi ka prokurori për parësi. Justifikim të perceptimit ton tek ky është perceptimi Sa po e lexova Monika fjalin që na tregoi tani, të asaj dosjes ku është 200.000 euro, mi sjell 200.000, jo 200.000. Po, 200.000. Domethënë, kjo është model i perfekt i linçimit. Qaq dim nga fjalit, edhe aq dim për se si ndërtohet linçimi, ose një rrëfim për korrupsion. Por kjo vlen vetëm deri në gjykat. Si prokurori do ta mbron këtë fjali? Nuk e mbron. Unë nuk e di, dhe nëse fjalit janë të gjitha këto, dhe nuk ka diçka në fakte, atëherë kemi na probleme serioze me SPAK-un. Une, ti e din, personalisht e kam përkra SPAK-un gati 4 vite. Gjithë. Gjithë kemi përkrau. Po une kam dalë specifikisht. Unë kam gjithë ato faqe për incineratorët. Jo, specifikisht kam dalë në përkraje ti për arsye se e di se çfarë do të thotë ndërtimi i frigës te njerëzit të cilët janë të pandëshkueshëm. Ajo që Monika po më bën përshtypje është që të gjitha çështjet që ti përmende, që ju një gjatë janë kryesisht për shkak se ti e lehtë në komunikim dhe mënyrën se si i thu gjarat. Ajo që tjetra gjë që po më bën përshtypje është, unë kur s'kisha besu që Ilir Meda vendos shenja ose mesazhe në çfarë do komunikimi dhe nivel tillë, sidomos kur është për shifra lekësh ose për shifra gjëra. Unë as nuk e besoj fare atë. Jashtëzakonisht i kujdesshëm. Ai mesazh unë në këndvështrimin tim, ai atë se ka dëgjuar Ilir Meta fare herë.